Përshëndetje shenja nga Forez, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 monedat, 6 shkopinjt, 5 shpatat, forca. Duket se kjo javë ju gjen më të fokusuar tek vetja dhe vlera juaj personale. 9 monedat tregon pavarësi, vetë respekt dhe dëshirën për të mos u varur emocionalisht nga askush. Ju mund të dukeni më të qetë, më të përmbajtur dhe më të vetëdijshëm për atë që meritoni. Me kartën 6 shkopinjt, energjia juaj bëhet edhe më e fortë. Kjo kartë sjell vetbesim, sukses, vlerësim nga të tjerët, ose ndjesinë që më në fund po merrni njohjen që prisnit. Por pas gjithë kësaj del karta 5 shpatat dhe këtu shfaqet një tension i fshehur. Mund të ketë konflikt të brendshëm, debate, krenari ose ego të lënduar, ose ndjesinë që një situatë ju ka lodhur emocionalisht ose psikologjikisht. Kjo kartë shpesh tregon betejë ku askush nuk ndihet realisht fitues, ose mund të ketë fitore me kosto emocionale. Dhe pikërisht këtu hyn karta e forcës. Kjo kartë nuk është forcë agresive, por vetë përmbajtje. Ju po mësoni të kontrolloni reagimet, të mos shpërtheni, të ruani qetësinë, impulsin, edhe kur brenda jush ka tension. Kjo javë ju tregon se fuqia juaj më e madhe nuk është reagimi impulsiv, por mënyra se si arrini të qëndroni të fortë, pa humbur kontrollin mbi veten. Kalojmë tek familja. Në familje kemi Hierofanti, 10 shpatat, mbreti i shpatave, njeriu i varur. Në familje, Hierofanti flet për tradita, për përgjegjësi familjare dhe situata që lidhen me rregulla, detyrime apo mënyra të vjetra të menduarit. Në familje mund të ndjeni peshën e përgjegjësive, rregullave ose peshën e ndonjë situate që ju ka lodhur emocionalisht prej kohësh. 10 shpatat tregon fund të një cikli të vështirë ose zhgënjim që ende ndihet i freskët. Ndërsa mbreti i shpatave mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj që mund të jetë partner ose antar familje. Mbreti i shpatave sjell energji më të ftohtë dhe më racionale në komunikim. Ai flet në mënyrë të prerë dhe vepron me logjik të ftohtë. Me njeriun e varur, situata duket sikur mbetet pezull për momentin, duke ju kërkuar durim dhe një mënyrë tjetër për ta parë problemin ose ndonjë situatë të caktuar. Kjo javë nuk sjell zgjidhje të menjëhershme, por ju ndihmon të kuptoni më qartë çfarë duhet pranuar dhe çfarë nuk mund të kontrolloni me forcë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kryepriftëresha, 4 shpatat, dielli, faqa e kupave. Në dashuri, dashuria këtë javë duket paksa e heshtur. Kryepriftëresha tregon emocione të fshehura, intuit të fortë dhe një lidhje që ndihet më shumë se sa thuhet. Mund të ketë ndjenja të pashprehura, komunikim jo të plotë, ose një person që nuk i zbulon lehtë emocionet. Mund të jeni ju kundrejt një personi tjetër, ose dikush kundrejt jush. Kjo është një energji ku shikimet dhe ndjesitë flasin më shumë se sa fjalët. Me kartën 4 shpatat, situata duket e ngadalt ose në heshtje. Ju ose personi tjetër mund të jeni duke reflektuar, duke marrë distancë, ose duke u përpjekur të shëroheni emocionalisht. Por pas gjithë kësaj qetësie, vjen dielli dhe energjia ndryshon krejtësisht dhe rrënjësisht. Dielli nënkupton qartësi emocionale, ngrohtësi, gëzim dhe ndjesinë që zemra fillon të hapet përsëri.
Është sikur pas një periudhe konfuzioni apo heshtjeje, më në fund shfaqet drita. Dhe fundi, me kartën e faqes së kupave, është shumë i ëmbël, sepse kjo kartë nënkupton mesazh romantik, afrim emocional, ndjenja të pafajshme, flirt, ose një person që fillon të shpreh ndjenjat më butë dhe më sinqerisht. Dashuria këtu duket sikur kalon nga heshtja në reflektim, nga reflektimi në qartësi dhe nga qartësia në afrim emocional. Kjo sferë ka shumë butësi në fund. Kalojmë tek puna. Në punë kemi faqen e monedhave, 10 kupat në të kundërt, asi i shkopinjve, 2 shpatat. Në punë duket se po lind një mundësi e re. Faqa e monedhave sill fillim, ide konkrete, ose një mundësi që kërkon durim dhe përkushtim. Por me 10 kupat në të kundërt, mund të ndiheni emocionalisht të paplotësuar në ambientin e punës. Mund të ketë mungesë harmonie, zhgënjim me njerëzit përreth, ose ndjesin që diçka nuk ju jep më të njëjtën kënaqësi. Megjithatë, asi i shkopinjve sjell energji shumë të fortë për fillim të ri, motivim, ide kreative, dëshirë për të vepruar. Për disa mund të ketë edhe një njohje pasionante në punë. Duket sikur brenda jush po ndizet përsëri ambicia. Por fundi me kartën 2 shpatat tregon hezitim. Ju mund të ndiheni të ndarë mes 2 zgjedhjeve, ose të mos jeni ende plotësisht të sigurt për drejtimin që duhet të merrni. Kjo javë ju shtyn të mos merrni vendime të nxituara, por të dëgjoni më shumë intuitën tuaj. Kalojmë në prizëm orakull, ku kemi vetbesimi. Vetbesimi është mesazhi kryesor për ju këtë javë. Kjo kartë ju kujton që forca juaj nuk vjen nga kontrolli mbi të tjerët, por nga besimi tek vetja. Edhe kur ndiheni të lodhur emocionalisht apo të pasigurt për disa situata, ju keni më shumë fuqi se sa mendoni. Sa më shumë të besoni tek intuita, vlera dhe rruga juaj, aq më pak do të ndikoheni nga pasiguritë apo sjelljet e njerëzve të tjerë. Paçim.